Fatosi lexonte shumë, edhe vonë ai lexonte shumë, ishte rritur me libra, ishte rritur një familje ku kishte 3 motra, ky ishte djali vetëm, edhe ishte njëri që fliste anglisht, që fliste italisht, që fliste frëngjisht. Dhe për Shqipërinë e kohës ishte shumë, sepse ki parasysh ishim Korea e Veriut e botës. Dhe merita e tij më e madhe është pikërisht pra që është një reformator i jashtëzakonshëm edhe i skenës politike, por edhe i shtetit. Pra i ekonomisë, i administratës. Është një fazë kritike në 1991. Është gjithë ajo periudhë kritike. Të gjitha vitet 90 janë kritike. Nëna e tij Maria Shuteriqi. Po, është nga familja Shuteriqi, më falë, Maria Shuteriqi. Po. Nëna e tij ka qenë një nga mësueset më të mira të anglishtes në Shqipëri. Ka qenë mësuese anglishtes në shkollën ushtarake nga vita unë. Dhe një brez i madh njerëzish ushtarakësh e kanë pasur mësues anglishte. Kështu që Fatosi ishte, domethënë, që në fillimet e veta ishte ndryshe dhe kjo ishte edhe arsyeja pse dalloi, sepse edhe mençuria dhe inteligjenca ishte niveleve të larta. Kulla, ju keni qenë i ri në atë kohë në vitin 1991, por si e menaxhoi si kryeministër fazën e tranzicionit ndërmjet sistemit monist drejt pluralizmit në Shqipëri? Shiko, e menaxhoi në mënyrën më të mirë? Shmangu luftën civile. Ai dhe Ramiz Alia kanë shmangur luftën civile, duhet pranojmë. Në vende të tjera u bë dhe luftë civile. Ta bën një tranzicion të butë me marrëveshje, shmangur luftën civile. Dhe ka një merit jashtëzakonshme Fatosnano për atë. Merit që një dhe kundërshtari i tij politik i kohës, Sali Berisha, nuk është që pra modernizoi partinë më staliniste që kishte lindja e Evropës, e futi në rrugën e socialdemokracisë dhe ktheu në një parti të mirëfillt demokratike, futi institucionin e votës, hapi partinë, krijoi kushtet që gjithë këta që më vonë u bën lider politike, personalitete e tjerë, nga Meta, Majko, Rama, e shumë të tjerë, të janë gjithë krijesat politike të Fatosnanos, gjë që e njohin dhe ata, domethënë, po mbi gjitha Fatosnano krijoi kushtet që kjo gjë të ndodhi. Edhe ka një merit të jashtëzakonshme, thash, edhe nga pikpamja politike, por edhe nga pikpamja e administrative, dhe është një kryeministër që kur u fut në zyrë në 97-ën, pasi Shqipëria ishte shkatëruar, kishte në Shqipëri vetëm një televizion, edhe ai ishte televizioni shtetëror. Dhe kur iku nga zyra në 2005-ën, 8 vite më mbrapa, kishte një 10-15 televizione private, të cilat lulëzuan, dhe sot e kësaj dite janë nga televizionet më të mira, Top Channel, Klani, e me radhë që janë këto Vision Plus, News 24, gjitha kanë lindur në kohën e Fatosnanos.